Hej, ja ku jemi sërish në What of a Daily. Çfarë ka ndodhur vallë këto ditë? Le të shohim bashkë dhe t'i zbulojmë. Nisim me fermën VIP, aty çfarë nuk ndodh, por një gjë që më bëri përshtypje ishte komenti i Andreas, i cili tha që vajzat janë bërë zhele për limin. Dhe në fakt a gabohet? Ndoshta Limi në fakt ka thënë që vajzat janë kundërvën atij dhe nuk janë bërë zhele, por ndonjëherë Andreas mendoj që i flet goja para trurit dhe nuk përdor fjalët e duhura ndonjëherë. Por kalojmë tek një dram tjetër sepse Andrea nuk është ai që ka probleme në ferma. Problemet më të mëdha aty i ka Big Mama, e cila vazhdon ende të ketë alergji ndaj seksit. Alergji nga polemët, nga qimet e kafshëve, jo, nga asnjë gjë, por nga seksi po. E kemi parë që Big Mama nuk toleron që asnjë vajzë t'i afrohet Limit. Çuditërisht më shumë e ka me Albën. Alba i afrohet Limit, Big Mama bërtet. Alma habuk, Big Mama u lëret. Big Mama i pështy në fytyrë. Dhe Big Mama madje ju kundërvua dhe Castrozizos në emision. Nuk e di domethënë sepse produksioni nuk po merr asnjë mas për Big Mama. Në fakt, kur e mendom të isha dhe unë produksioni, do më leverdiste të kisha Big Mama se zhurmë, klikime, më shumë audiencë, kështu që ferma VIP është okay. Por, diçka që na mundon të gjithëve nuk është ferma VIP për momentin, por është marrëdhënia e Jozit me Loredanën. Ne ishim tek Miss Universe, besoj e morët vesh. Loredana na tha që nuk dua t'jap intervista për momentin, madje nuk dua të më pyesni as për Jozin. Por Jozi ka bërë një postim i cili ka nxitur dyshimet. Ai ka postuar një foto ku pozon me gishtin përpjet dhe me syze dielli dhe ka thënë dëgjoj zemrën, jo fjalët e njerëzve. Me shumë mundësi Jozi nuk e ka mbush ende mendjen Loredanës. Loredana është ende në fazën që thot "Aroje, unë nuk kthehem më me ty". Por me që jemi tek lidhjet, Melisa Aleshin në një lidhje të re, jo, e hëngrët dhe këtë herë. Melisa thjesht ishte në What of a Show dhe ne i tham të bënte një prank përderisa nuk pranoi të përgjigjej pyetjes. Dhe jo, ajo dorë është thjesht e Kostian Gjerazit. Melisa është ende beqare. Kalojmë sërish te Limi, sepse kështu ka lezet, njëherë këtu njëherë atje. Limi tani po i bënte masazh një vajze të re, cila quhet Nena, në mos gaboj, po Nena, dhe duket sikur Limi është një mjeshtër masazhesh. Sa herë zihet me Albën, tak gjen një vajzë të re dhe shfrytëzon talentin e tij për masazhe për t'i bërë masazhe. Kupton sa Don Juan është ky djalë. Ndërkohë, lajmi tjetër ka të bëjë sërish me Jozin. Në fakt, Jozi nuk ishte i pranishëm në ditëlindjen e Loredanës dhe kjo ka bërë lajm. Pse nuk ishte, a janë bashka, nuk janë bashk. Por, gjeni kush u bashkuan. Jo kështu, po thjesht ishin aty prezente të dyja. Ishte Gjeneta dhe Egli. Egli me një kapele si një zonjë në telenovelas spanjolle. Dhe Gjeneta ishte aty duke kërcyer dhe teksa janë duke u afruar me njëra tjetrën nuk përshëndeten dhe thuhet që Egli ka ikur shpejt, pra ka ikur herët nga festa e ditëlindjes vetëm për Gjenetën, vetëm për të mos se takuar Gjenetën. Duket që vajzat ende kanë atë bifin dhe atë debati me njëra tjetrën për Gjestin, ndërkohë që Gjesti është ende mbi Centro. Në fakt, Centroja është mbi Gjestin dhe po presim këngën e re Gjesti. Ndërkohë, në ferma VIP duke se ka lindur një tjetër romans. Ajo e Elinarës me Erand Thoilin. Elinara ka qenë sipër Erandi dhe duket se dysha po kalojnë momente shumë romantike, por a do jetë kjo nisja një romance mbetet në pikpyetje. Ndërkohë që Vesa Luma gjithashtu ka sqaruar për të qindrën herë që nuk ka asgjë me Big Bastën, madje thuhet që mund t'i bëjë një surprizë për ditëlindjen e tij, e cila po vjen së shpejti. Ndërkohë për ta mbyllur me një lajm romantik që t'ju lëm një shije të mirë në fund sepse jo, flitet që Ariola Doçi dhe Lombardi po krijojnë një romans të re. Dyshja janë parë gjatë xhirimeve të një filmi i cili pritet të publikohet së shpejti. Lombardi ka prerë çdo bashkëpunim me filmin, nuk dihen arsyet, ndoshta një mosmarrveshje, por kjo nuk e ka penguar Ariolën dhe Lombardin që të rrinë sa më shumë bashk. Thuhet që janë parë në vende të ndryshme në Tiranë bashk, edhe pse dyshja nuk e ka pohuar ende lajmin. Ariola vazhdon angazhimin e saj në e diell, ndërkohë që Lombardi fluturon i lirë si një pëllumb. Kaq ishte për këtë episod të What of a Daily. Mos harroni që të na ndiqni në çdo rrjet tonin social, What of a Show by Andale në Instagram dhe të bëni subscribe më poshtë. Shihemi episodin e radhës. Andale!